qa ndodhi. Unë nuk isha asnjëherë aty. Nuk isha asnjëherë aty. E kisha tendencën për t'ik, për qenë në Greqi ku ishin prindrit, ose në Shqipëri për t'u aktivizu me të aspektin artistik. Edhe një drek të atë 2009-ës, atë 2010-ës, ulemi në një restorant, aty në Lund, më thot Bebo, më thot du të them diçka, se Bebo më thëriste. Ha, Bebo i thamun, më thot duhet në dajmi, më thot, pëse i Bebo, dy rallë drek herë, thot, nuk jasë njëherë këtu. Ti the këtë Shën Valentin ishe zemërthyer. Dhe më kujtohet kur mos gabohem në intervistën tënde të parë në Prime, pra në spektaklin e Big Brother, pasi kishe dal nga shtëpia, thej që ishe i mërzitur me dikë aty brenda sepse kisha akumuluar emocione të forta, janë fjalët e tua. Mund të të pyes shumë sinqerisht, a reti në dashuri me Danjën? Nuk dëshiroj ta komentoj këtë pyetje. Më falë ty dhe publikut. Jo, nuk ka asgjë, pa merak. Është tërësisht në dorën tënde, por unë pata ndjesin që ti u lëndove, pikërisht sepse në një farë mënyre u dashurove pas asaj vajze. Nuk i kam pas asnjëherë, unë moral dhe etik kam, po për qa ndjej nuk i kam dhënë llogari asnjëriu, për qa bëj duhet i jap llogari, po nuk të zgjatëm më tutje. Je akoma zemërthyer apo? Jo. Jo. Nuk e di, ndoshta po ndoshta se di, nuk dëshiroj ta. Po përpiqesh akoma ta analizosh mbase ose të qetësohesh, le të themi. Jo, nuk dëshiroj ta komentoj më tutje. Më fal, ty dhe publikut. Jo, nuk ka asnjë problemi. Tani që je më i ftohtë dhe më i qetë dhe i shem mbase gjërat pak më me qetësi. Ka ndonjë gjë që për cilën je bërë pishman aty brenda, që ndodhi në shtëpi? Përshtyrian ndaj gjestit normal, sepse më kushtoi qëndrimin në shtëpi, edhe kur dal jashtë e shikoj e takoj njerëzit, që pse më ban, pse ishe mirë, sa shumë të deshëm, sa shumë të përkrahëm. Për këtë. Vetëm për këtë? Pa. Gjë tjetër? Jo. Gjë tjetër. Gjë tjetër kam qenë Arbani që jam, tani unë nuk mund të jem pishman sepse ekzistoj, unë kështu jam. Po për faktin që i shpreje pëlqimin Valbonës? Je bërë pishman? Pas ka probleme se Valbonën disi do merja hak ndaj Valbonës, se Valbona më bëri goxha situatë, se unë nuk vajta për Valbonën aty fare, unë vajta për Livjen. Valbona e krijoi këtë gjën. Të pëlqente Livja po thua? Nuk është se më pëlqente Livja, unë kisha konfidencën me bë gallat me Livjen ato 2 ditë, kisha kriju konfidencën, unë pash Livjen në dush, edhe vajta me bë gallat me Livjen. Por Valbona doli aty, mos më shikon, mos më bë. Pastaj unë ndërseva, unë thash po kjo ç'a duket vetë aty, mos shikoj, pse mos shikoj. Edhe u kapa me Valbonën, por nuk ishte se kisha një që pastaj e gjitha ishte teatr. Pas ke luajtur pak. Po normal që kam luajtur shumë, jo pak. Normal që ata pastaj më thonin ti bën 3 këndsha, bën. Me këtë mënyrë ngacmoja dhe Laertin që i dukej vetja superior për arsye të njohurive të tij mbi teatrin dhe letërsinë, filozofinë, filologjinë. I lexuar. Është për vetën e vet një njerëz që është i lexuar dhe është i palexuar në jetë dhe të tjera thot, të tjera citon, të tjera bën. Po për faktin që patë momente shpërthimesh të forta, momente paksa të dhunshme, je bërë. Të dhunshme absolutisht, ku ke pa dhunë nga unë? Jo dhunë fizike, po momentet e konfliktimit, e konfrontimeve. Aty jemi për fol për tresh, aty jemi për fol për burrëri, mu më shton që si e burr, aty po të merret për dhunën që kanë kriju femrat aty. Në shtëpinë e vllajt madh. Është më e madhe se sa e djemve? Po, a vajti Egli, më lejo regjia. A vajti Egli ja bëri Gertës, çka ke me gjokë sa e. Po, pse nuk u penalizu? A vajti tjetri prishi dasmën. Pra, po thuhet të gjithë janë treguar disi të dhunshëm, po thua. Super të dhunshëm, sepse unë jam pasqyrë e realitetit që përjetoj aty, unë nuk jam i dhunshëm jetë përditshme. Nuk vjen dot njeri të më thojë që Gjibani më ka kriju, unë isha thjesht pasqyra e çapo ndodhte aty, të tjerët e fshinin deri diku, ti aty i ke gjithë po bëjnë si çmendur. Njëri të thot 2 llafe, pastaj ta kam dy, na të mirë, hik. Çfarë debat është ai? Tash mos themi gjëra të dhunshme. Pse të dhunshme? Se i shkoj ti kokëm kokë normalisht. Kur ta qosh bisedën nivel rruge, këtë do t'jap. Nëse kjo është që merr vesh. Ky personi, ky Arbani ka një problem, bano po. Basi dalim nga këtu,
do bëjmë koncerte bashkë, me thon llafin e mirë, siç e tha ajo banorja, që mbasi dalim do shkojmë te një klinikë. Po pasi të dilni nga shtëpia të gjithë, mbase mund të bashkëpunoni, mund të jeni miq. Kush ta unë miq? Jo. Jo. Kur? Jo, unë nuk kisha ndoja. Kur mos thuaj kur, thot një shprehje Xhiban. Jo, unë them kur, edhe them kur. Burri që është burr thot kur edhe e mban. Kur? Dakord. Vetëm po të futesha brenda do përqafoj herë fort Livjen, do i thosha më ka marrë malli shumë, kam gjan. Faleminderit për gjitha herët që më solle mirë, e më mbrojt edhe kur unë refuzova të mbroj veten time, këtë do i thoja. Vetëm Livjen, dikë tjetër do e përqafoja apo jo? Po ndoshta edhe Loredanën. Danjën, jo? Ja, absolutisht nuk e, le që se kam, ja, absolutisht pa asnjë arsye. Le që nuk e kam afrimitetin, nuk e kam. Okej. Kam punë me Danjën, çfarë Danjën sa gjë pa thënë pasi dole, po jo absolutisht. Nuk se du ta sqaroj këtë, nuk kam Danja është e lidhur. Patjetër. Martohet punë vetë atje të mirë vajza, unë. Po edhe unë martuar jam, po të përqafoj jo Xhibani se s'ka problem fare. Po. Madje do të përqafoj tani. Falem të shkolla. Jo, s'ka gjë fare. Shiko, një ngacmim të fundit kam unë. Urdhëro. Hajde pak këtu në mes të rim përballë kamerave, me që e di që është prindrit marrojnë. Domethënë, sa do të ecësh ti dhe ti ish i suksesshëm dhe i famshëm, një moment kanë dobësi prindrit. Kur ti rehatohesh, martohesh, krijon familje. Po me zor nuk martohem dot. Jo, me zor larg qoftë. Po zgjeta dikon që ta kem xhanë të mdojë. Po këtë desha me të pyet pra tani. Kur do ta gjej, se di. Jo kur do ta gjesh, po unë e di që kur ke dal nga shtëpia e Big Brother, ke pas shumë kërkesa. Lej kraja ta shprehu hapur. Lej nuk ma vari, se lejnë për lejnë. Një nga vajzat që ishte tek shtëpia te shpella e Big Brother të shprehu gjithashtu tek e diell të shprehu hapur pëlqimin. S'të pëlqeu? Jo, s'm pëlqeu, po ishte prank, ishte për gallat, ishte shaka. A ishte gallat? Nuk ishte e vërtet pëlqimi i saj. Nga gjitha këto lej, po lej. Vetëm lej, po lej të pëlqen, yllësh, kinga. Po s'besoj se bëhet kjo gjëja. Po pse, si e do ti? Si duhet jetë kjo? Jo se nuk e duan, po tani që më shikon kështu ç'a duk të plakun. Po ja, mos ja fut kot, plakun. Moshatar jemi, futja kot. Fal. Plakë me unë do më thënë. Po ti je në rregull, ti s'ke nevojë. Si duhet jetë kjo goca që do ti përkrau? Si lej. Si lej? Po. Lej! Më dëgjoj me vëmendje lej, mendoj edhe një herë, lej edhe pije një kafe me Xhibanin këto ditë. Think about it. Unë uroj të ndodh çfarëdo që të do zemra dhe shpirti. Se e di që ke shumë dëshirë dhe të krijosh një familje, të kesh shumë fëmijë madje. Beba, po ca beba. I do ca beba. Do 3-4 beba Xhibani. Rëndësishme është të gjesh atë që do kesh për krah gjithë jetën. Një super duar trokitje për Xhibani.